Bashkia e Vlorës ka nisur prej disa ditësh një aksion të përgjithshëm në qytet për lirimin e hapësirës publike, por njëkohësisht edhe për pastrimin e qytetit, si dhe përmirësimin e dëmtimeve tek trotuarët dhe hapësirat e gjelbëruara. Aksioni i cili është përqendruar këtë të hënë në zonën e Skelës, ku prezent kanë qenë edhe drejtuesit e ndërmarrjeve në varësi të Bashkisë së Vlorës, të cilët kanë kryer një inspektim të territorit duke mbajtur shënimet përkatëse mbi problematikat e një prej zonave më të populluara të Vlorës. Ilir Aliaj, drejtuesi i ndërmarrjes së shërbimeve publike, thosë se në aksionin e përgjithshëm të zhvilluar në qytet janë përfshirë disa institucione dhe ndërmarrje, ku aksioni filluar nga rruga Pelivan Leskaj do të vazhdojë sipas tij në të gjithë Vlorën. Detyra sipas Aliajt janë të përcaktuara edhe nga kryetaria e Bashkisë së Vlorës, Brunilda Mersini, evidentimi i çdo problematike, duke përmendur disa prej qëllimeve dhe fokusit të këtij aksioni. Ilir Aliaj thosë se pas evidentimit të problemeve do të ndërhyet në përmirësimin në çdo drejtim të qytetit. Atëherë, edhe pse sot është një ditë pushimi, me urdhër të kryetarit të bashkisë, e cila ishte prezente edhe vetë, po për shkak të një agjende meqense është dhe ditë feste 8 dhjetori, ditë e rinisë, është një aktivitet tjetër dhe u largua. Megjithatë, gjithë drejtorët e bashkisë, duke filluar nga IKMT-ja, nga gjelbërimi, drejtoresha e pastrimit, drejtori policisë bashkiake dhe drejtori i shërbimeve publike, kryetari i bashkisë, nisëm një aksion në gjithë rrugën Pelivan Leskaj për të evidentuar gjithë problematikat që ka kjo rrugë. Të orientuar nga kryetari i bashkisë ishte që secili nga drejtora do mbaj shënim të gjithë problematikën që ka dhe mbulon në sektorin që drejton. U evidentua në 2 krahët e rrugës Pelivan Leskaj të gjitha hapësirat e zëna pa leje nga banor, u la detyrë atyre për 5 ditë të marrin masa për largim vetë në mënyrë me dëshirën e tyre. Në rast kundër do vi ndërhyrja nga policia bashkiake dhe IMT-ja për lirimin e hapësirave publike. Për pjesën e infrastrukturës u morën shënim gjitha problematikat, se këtu në fakt kjo zonë, ndaj dhe kryetari i bashkisë e filloi me këtë rrugë, i kanë të shumta në krahasim me zonat e tjera. Ka probleme të infrastrukturës, qoftë në trotuare, qoftë në kuneta, puseta, qoftë në ndriçimin rrugor dhe në sektorin e gjelbërimit u evidentuan dhe mbasi u është bërë ky evidentim, nesër fillon puna nga secili sektor për të bërë punën e vet sipas detyrave që kemi të ngarkuara nga kryetari i bashkisë. Drejtuesi i ndërmarrjes së shërbimeve publike tregon se një vëmendje të shtuar do të ketë në të gjithë qytetin edhe për pastrimin, kryesisht ato zona të kthyer në vend grumbullim mbeturinash, duke u punuar paralelisht edhe për lirimin e hapësirës publike të zaptuar. Ilir Aliaj e mbyll me një mesazh drejtuar qytetarëve të Vlorës të jenë bashkëpunues për të mirën e Vlorës. Po, fokusi është edhe te pastrimi, aksioni vazhdon edhe me pastrimin, sepse dihet që në këtë stilin e vjeshtës kryesisht gjethet e pemëve shkaktojnë një ndotje edhe në hapësirë, që do të thotë që era i ka shpërndar gjithandej dhe grupet e pastrimit janë në teren, por fokusi i ditës së sotme ishte që rruga Pelivan Leskaj nesër i fillon puna qoftë në infrastrukturë, qoftë në gjelbërim, qoftë në pastrim, qoftë në mirëmbajtjen e kunet, pusetave, qoftë edhe në ndriçim, edhe i bëj thirrje qytetarëve që në mënyrë të jenë bashkëpunues në mënyrë që kjo rrugë të kthehet në identitet. Do i lutesha shumë gjithë bizneseve që kanë vendosur kryesisht disa tabela edhe në shtyllat e ndriçimit të qytetit, të marrin masa të heqin në mënyrë vullnetare, me qëllim që rruga të bëhet aksesueshme, të bëhet një ambient i rregullt, i pastër, siç e kërkon mjedisi, siç e kërkon Vlora, që është një zonë turistike.